Unë personalisht kam pas gjithmonë shpresë që drejtësia do vendoset për çështjen Partizani, sepse sot Sali Berisha nuk i det sot as Berishanë që janë hujuar mbas atit se mendojnë që procesin të kalojnë në mënyrë politikisht, as Salirat, as Flamurat, as Gazrat, as Shkëlzenat, nuk i dalin sot një më. Juristët që janë studje e komentuan shumë bukur juridikisht se si Sali Berisha është fajtor në atë çështje, por unë du të flas në emër të gjithë atyre personave që kanë vuajtur me vite të tëra të padrejtësi që Sali Berisha i bëri klubit Partizani, duke shkatruar. Unë për një gjë jam shumë i kënaqur që sot SBAK-u në drejtësia e re arrin deri në atë pikë sa e merr denuncimin e gjithë kujt dhe hapi çështje, gjykon kushdo qoftë Sali Berisha, qoftë edhe nesër dikush tjetër, kush tjetër i fajshëm në atë vend. Por të keni parasysh një gjë, unë e kam kaluar mbi kurrizin tim, kam shkuar në prokurorinë e Tiranës, kam shkuar në prokurorinë e përgjithshme, kam bërë denuncim sepse atëherë neve na janë thyrë zyrat, tamam se një grup i mirë strukturuar kriminal. Më keq se një mafie vërtet, me një qitë policinë e shtetit Kurriz, e kemi pas të janë thyrë zyrat për gjithë natën. Tifozat e Partizan ka një memori, kujtojnë ato, ku hapte shtypi të nesven, tifozat ushtuan dhe një zyrat, ushtuan dhe një ambientet, paro la që këtë kushtuan dhe ambientet. Ne nuk poshkim kushtim, ne shkoshkim të ambientet tona që ishim prej ditësh. Berisha ka mbi lëkurën e tij gjitha përzitit të shumë tifozave të Partizanit, të shumë njerëzve të ikonave që s'janë më dhe shkatrojnë një sport të tërë, sport të një populli. Prokurori mund nuk më ka marrë denuncimin dhe më kanë thënë, dëgjoj Paro, e kam denuncuar dhe SBAK-ët. Prokurori asaj kohe ka thënë, dëgjoj Paro, është rrezik real për jetën, rrezikon jetën, sepse është vajza e Berishës, unë e dija këtë gjë, dhe të thotë një prokuror kur ti shkon të qeshti të drejtë, janë thyrë ambientet, janë thyrë zyrat, janë vjedhë prona, se ato që kishim në brenda kishim krevate, kishim hoteli, kishim ambientin e menzës, gjitha në janë vjedhur, i kanë shit, i kanë flak, i kanë do, dhe nuk është marrë asnjë hetim, as kush i ka thyrë, as shenja kishte, s'ka asnjë me bëj hetim. Sot po bëhet një hetim, parafolësit i falenderoj se i ngjohen me vëmendje që është bërë një ekspertizë, një hetim i qartë dhe i deri në fund të hetimit, do mendoj që Berisha do marrë dënimin e dur me gjithë njerëzit e tjerë, por ta di Berisha shumë mirë, ta di dhe drejtësia, ta di dhe SBAK-u, politikisht nuk do ta lejnë ta shpëtojnë Berishën, sepse nuk e shpëtojnë që mos ta dënojnë, e shpëtojnë ta thusin burg, bashkë me njerëz të tjerë, sepse në një vend që nuk do ketë gjyqësi, një vend temi juridik, avokatët dinë shumë mirë, ka vetë gjyqësi.